Mbrëmjen e së martës, qyteti bregdetar i Vlorës ka ndezur zyrtarisht dritat festive. Në sheshin e Tri Racave është zhvilluar ceremonia simbolike e ndezjes së dritave të pemës së Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Fëmijët ndezin dritat e festës, ka qenë titulli simbolik i kësaj ceremonie festive të zhvilluar në këtë shesh. Dritat e pemës së Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri janë ndezur nga kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, e cila ka marrë pjesë në këtë aktivitet. Mersini, rrethuar nga babagjyshët e vegjël të qytetit, ka ndezur së bashku dritat e pemës së Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri me rastin e festave të fundvitit. Kryetarja e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, për televizionin 6+1 Vlora, thosë se dritat e pemës së Vitit të Ri janë ndezur në një atmosferë festive si kur më parë, ku sheshi i mbushur me fëmijë, energjia e të cilëve i ka dhënë një atmosferë të jashtëzakonshme Tri Racave në Vlorë. Mersini ka uruar për festat çdo familje, çdo zemër vlonjate të ketë sa më shumë suksese, dashuri dhe begati me rastin e festave të fundvitit. Është ndezur pema e Vitit të Ri, janë ndezur dritat tradicionale të Vitit të Ri në një atmosferë si kur më përpar, si që shikoni sheshi që mbushur me fëmijë dhe area e fëmijëve i ka dhënë një energji të jashtëzakonshme këtij sheshi. Urimi shkon për çdo familje vlonjate, shkon për zemër vlonjate të ketë paqe, dashuri dhe begati në çdo zemër vlonjate. Këtë vit, dritat e pemës së Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri janë ndezur nga fëmijët e qytetit, një simbolik jo me ata të cilët gëzojnë më tepër këto festa, e cila simbolizon sigurisht vazhdimsinë e kësaj tradite të vjetër ndër breza.